dhe do të thotë punëtorët e pastrimit me makina, kosto shoferi, kosto nafte, kosto punëtori, kosto ata që vinin të punëtorët e gjelbërimit, makinë gjelbërimi, naftë gjelbërimi, punëtor gjelbërimi, pra kërkoheshin për një proces pune të vinin 2 ekipe. Pra nëse ne i bashkojmë, procesi i gjelbërimit, pra i krahasitjes dhe i pastrimit do të jetë në një. Pune, nuk ka pse në një proces pune të marrin pjesë 4 veta, kur atë mund ta bëjnë shumë mirë 2 veta në një proces pune. Ky këshill që kemi debatuar lidhur me këtë sapo përmendi zonja Bezhani, duhen ndarë, thoshte zoti Dredha dhe administrata e tij, sepse nuk e menaxhon dot një i vetëm këtë. E ndan këta zotrin votua. Ne i thoshim, ore mos e ndani se shtojnë kostot, se do shtojnë drejtorët, se do shtojnë drejtorët, përgjegjësit e sektorave, sepse nëse do bëhet drejtori, ka një organigram. Jo, thoshin këta, e dim ne se kjo po u nda, do ketë me eficiencë, do ketë e ndan këta zotrin. Tani sot po vjen, duhet bashkuar se ne kemi parë këto 6-7 muaj që e ndam, që nuk kishte eficiencë. Erdhën këta tani duan ta bashkojnë. Në të njëjtën kohë që duhet bashkuar kjo zonjë, po shtohen dhe 116 punonjës. Se unë nuk e di si ulen kosto tu tek zonja Mersini, kryetare e bashkisë, ku shtohen 116 punonjës. Thuhet asnjë fjalë ne për të ulur ta 7 këshilltar që ka kryetari i bashkisë, që kanë rroga na 1.800.000, 2 milion. Me drejtora drejtorie, shtohen një zvendës kryetar, po çfarë do bëj? S'mjaftojnë këta që janë? Relacioni shpjegues të pikës 1 thuhet që transferimi i shërbimit dhe i funksionit të ndërmarrjes të gjelbërimit në ndërmarrjen e pastrimit, si dhe mbylljen e ndërmarrjes së gjelbërimit. Unë do t'ju bëjem me dije, shpeshherë rëndom ka ndodhur që në mbylljen e institucioneve apo shërbimeve, një pjesë e mirë e punonjësve janë hedhur në rrugë. Doja të dija që në këtë transferim që do të bëhet, a do të transferohet si numër punonjësish, apo do të transferohen punonjësit që janë aktualisht? Nuk do të ketë asnjë largim nga puna. Unë respektoj punën e këtyre punonjësve, edhe do më vitë mirë, do me thënë që ata të qëndronin në punë, sepse janë me një pagë minimale, me të cilën mbajnë familjet e tyre. Jemi në situatën që këtë gjë prap nuk e kemi. Nuk kemi një analizë financiare, nuk kemi një analizë operacionale dhe nuk kemi asnjë lloj veprimi. E gradoni bisedën te fshesa. Ne duhet ta shikojmë pak më gjerë bisedën se sa te pjesa e fshesës. Tani, unë po ju them, veprimet operacionale nga bashkimi në uljen e kostove, këto që po dëgjoj që thoni që vin një makinë, ikin 2 makina, ikin 3 makina, variojnë nga 3 në 5% që ulet këto kosto. Sot, ndërmarrja e pastrimit për të pastruar qytetin, bashkia harxhon diku te 4.5 milion euro. Kemi disa pika tjera që janë shumë problematike, po vëm nga 3 nën kryetar në 4. Ne s'dim ç'a bëjnë këta 3, ç'a do bëj i 4-ti, e para. Përgjesi i thot kryepërgjesit, kryepërgjesi i thot drejtorit, drejtori i thot drejtorit përgjithshëm, drejtori përgjithshëm i thot nënkryetarit, nënkryetari i thot drejtorit kabinetit, domethënë që të vesh te kryetari duhet kalosh 8 hallka. Për sa i përket kostove, unë po ju them që të 4 nënkryetarët, që do bëhet dhe i tjetri që ju e keni të miratuar, të 7 këshilltarët, drejtori kabinetit dhe drejtori i përgjithshëm, bashkë me kryetarin i kushtojnë 400.000 euro. Kemi 300.000 euro që janë këta që duhet ndihmojnë kryetare në vit paga. Në ndryshimin e strukturës ka ndryshuar dhe një funksion, sepse të gjitha në performancën e vet, të gjithë njësitë administrative, veprime administrative që kryen në njësinë e kohës tetor, ajo që lexon protokoll, pra në strukturë ka zëri protokoll, do të shtohet në urdhrin e punës edhe one stop. Pra do të shtohet shërbim me një njeri, nuk do ketë shtim të strukturës, por një njeri duke qenë se në 8 orë të punës e ka në performancën e vet është matur që ka kohë fizike për ta kryer, bashkë me duke qenë se të gjitha veprimet administrative vend drejt sekretarisë, do të jetë dhe one stopi, i cili one stopi do të integrohet me one stopin e bashkisë, pra njerëzit nga njësitë nuk do të vinë më në one stopin e Vlorës për të bërë ankesat e tyre, por do të kryhet si shërbim pra njësive administrative.